Pavarësisht tensioneve dhe kundërshtive për ndryshim në strukturën funksionale të kuvendit, opozita dhe mazhoranca arritën një marrëveshje në konferencën e kryetarëve mbi modalitetet e seancës plenare të së-njitës. Seanca e së-njitës, që tradicionalisht ka zgjatur edhe 2 ditë dhe konsiderohet një maraton parlamentare, do të zhvillohet edhe këtë vit pa ndërprerje dhe nëse kalon mesnata. Socialistët kishin propozuar që të fliste vetëm kryeministri Edi Rama dhe një përfaqësues i opozitës, qoftë ish kryeministri Sali Berisha apo kreu i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Megjithatë, u arrit dakordësia që çdo deputet që dëshiron të marrë fjalën mbi programin e qeverisë do të ketë në dispozicion 10 minuta. Ndërkohë, opozita ka kundërshtuar vazhdimisht ndryshimet e rregullore së kuvendit, të cilët u miratuan me procedurë të përshpejtuar. Sipas demokratëve, ky ndryshim është i njëanshëm dhe nuk respekton balancën mes mazhorancës dhe opozitës. Ata kanë paralajmëruar dhe ankimim në gjykatën kushtetuese, duke theksuar se brenda grupit parlamentar janë ndarë përgjegjësitë dhe funksionet, por emrat e propozuar për këtë seancë nuk janë dërguar për votim në kuvend të martën. Analistët politik vlerësojnë se kjo marrëveshje, megjithse jo pa tensione, tregon një përpjekje për të ruajtur funksionimin minimal të kuvendit dhe për të garantuar një debat të hapur mbi programin qeverisës, duke respektuar të drejtën e deputetëve për fjalë dhe duke shmangur bllokimet politike që mund të pengojnë procesin legjislativ.